Hyrja e Luiz Dillit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri ka sjellë atë që pritej. Rritje drastike të shikueshmërisë dhe rikthim të vëmendjes masive tek formati. Por ky sukses ka sjellë edhe një problem të madh për ndjekësit, të cilët kanë nisur një fushat të pazakontë në rrjetet sociale. Në faqen zyrtare të programit, qindra komentues po kërkojnë me humor largimin e menjëhershëm të fituesit të shtëpisë më të famshme të edicionit të dytë. Arsyeja nuk është sjellja e tij, por fakti se ai po i mban të gozhduar pas ekranit deri në orët e parë të mëngjesit, duke u bërë pengesë për punën dhe shkollën. Komentet epike kanë pushtuar rrjetin. Një ndjekës i shkruan produksionit: "O produksionia, ka mundësi të dalë jashtë Luizit se ngelëm deri në mëngjes pas Luizit, pa punë pa gjë, ora keni shpirtë ose zemër? Një student shpreh hallin e sezonit të provimeve. A ka mundësi të martën me dalë ky se jam në sezon, më la pa mësu." Një tjetër shton shkurt dhe qartë: "Aman, dil nga bigu se na le pa punë." Kjo situatë tregon më së miri efektin Luiz, ku publiku që kishte braktisur formatin tashmë është rikthyer fuqishëm, ai sa janë gati të sakrifikojnë gjumin dhe angazhimin ditore vetëm për të ndjekur batutat dhe lojën e tij. Nga ana tjetër, Luiz Dilli ka treguar shumë ngjarje nga jeta e tij, ku një ndër to ishte edhe marrëdhënia me Kiara Titon. Ai theksoi se Kiara i kishte thënë se duheshin 3 spektakle për ta bërë për vete, por tani ata janë të lumtur, duke e drejtuar Brikenës. Kiara Titon më tha të duan 3 spektakle për të më bërë për vete, sot është nëna e familjes tim, ta kisha lënë edhe jashtë, akoma do isha duke ngacmuar, u shpreh ai. Tutja ai theksoi: "Kurrë mos thuaj kurrë." Luizi kërkoi që ta shqyrtoj marrëdhënien Brikena me Mateon, pasi jetës nuk i dihet.